Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV. Edhe pse jemi në një ditë feste, edhe pse jemi në një ditë gëzimi, nuk dëshiroja që t'ju lë pa ju uruar të gjithëve njerë fillimisht gëzuar festën e Fitër Bajramit. Uroj që Zoti t'ju ketë mëshiruar, t'ju ketë falur të gjitha gabimet dhe t'ju ketë pranuar agjërimin me shumë dashuri. Pikë së pari dua të nis të komentoj natën e mbrëmshme. Ashtu siç unë e solla ditën e djeshme për mbledhjen se çfarë do të ndodhte mbrëm në Big Brother, ashtu ndodhi. Banori i cili u eliminua, i cili ka qenë më i votuari për të dalë nga shtëpia, domethënë ka qenë Aldo, dhe me fatin e tij të mirë, ai e pati biletën e kthimit. Realisht unë nuk mendoja që do të respektohet bileta e kthimit për faktin sepse banorët janë më në javët e fundit të tyre brenda kësaj shtëpie. Por siç duket, spektakli duhet të vazhdon dhe rregullat duhet të respektuar, dhe në këtë rast vëllau i madh respektoi rregullin e zarfit që ishte me vajtje ardhje, dhe në këtë mes, do me thënë, Aldoja u rikthye në shtëpinë e Big Brotherit. Normal që nuk e shoh Aldon për finalist, por vetëm do të zgjatën edhe disa ditë, sepse edhe Aldo e ndjente më mbrëm edhe e kishte arritur më ta kupton që ai do të dilte nga shtëpia e Big Brother. Nata e mbrëmshme ka qenë shumë emocionuese, kemi patur momente shumë pikëllimi, momentin kur Aldo takoi vajzën e tij, momentin kur Gerta takoi djalin e saj dhe Jozi takoi Mbesa, që ishte një moment aty le të themi më shumë qesharak. Kishim përballjen mes Gjestit edhe Rozanës, një përballje goxha e madhe. Rozana një lojtare e cila në asnjë mënyrë nuk krijon një aleancë, do me thënë e fortë në rrugtimin e saj, e fortë në lojën që ajo po bënte, dhe kemi dhe Gertën e cila pati diskutime të mëdha, por kemi dhe datën e finales, do me thënë më 19 prill, pritet që të jetë finalja e madhe. Banorët janë tashmë shumë entuziastë, janë shumë të zëshëm, besoj që diskutimet do t'jenë edhe më të pranishme në shtëpi, të paktën në këto ditë në Big Brother, sepse të gjithë do të synojnë dhe tentojnë për të shkuar drejt asaj finaleje, për të shkuar drejt finales së madhe, dhe kjo gjë do ta bën lojën një çik më interesante dhe më të bukur. Do me thënë, patëm një debat mbrëm me Seglit, që mua më befason qasja se si Egli ka hyrë në shtëpi dhe mënyrën e kulturës që ajo po përdor duke u kthyer banorëve të tjerë, qëndrimet e saj, bisedat e saj e shumë të tjera, dhe pas gjithë atij prajmit të nxehtë, shumë të zjarrt, me patjetër që vllau i madh do ta mbyllte spektaklin me një darkë për të gjithë banorët, dita e sotme ka nisur me shumë pozitivitet. Banorët akoma nuk janë zgjuar nga gjumi, ka një orë që vllau i madh po tenton që t'i zgjon, normalisht që nuk mund të zgjohen sepse bin shumë vonë në gjumë edhe u duhet të zgjohen shumë herët, por gjithsesi tashmë do ta nisin ditën. Ato tashmë e din shumë bukur se kur është finalja dhe besoj që do të luftojnë për të arritur për të shkuar në këtë finale. Publiku është shumë në pikpyetje se kush do të jenë 4 apo 5 finalistët. Ne pak e shumë kemi arritur që të bëjmë një matematikë se si mund të shkon loja dhe të paktën finalistët dihen. Për më shumë video do takohemi sot pak më rrallë, shkaku sepse është fest, por gjithsesi videot e radhës do t'i gjeni në kanalin Monitor TV.